është debatuar prej shumë vitësh për të patur një plan të veçantë sigurie për aeroportin e Rinasit, por atje ka vetëm plan hajnie, kur sigurie. Atje ka 3 lloj policish, mos 4, ka polici kufitare, polici rendi, polici të luftës kundër kriminalitetit, nuk janë në një komandë, po janë në nënvarësinë e disa komandave, ka polici private, ka dhe siguriti të aviacionit civil. Pra, thënë ndryshe, atje ka shumë koka. Është vendi më i pasigurt për faktin sepse në harkun kohor të 5 viteve ka ndodhur 5 ngjarje të rënda, shto këtu 3 grabitje në afërsi të Rinasit të parave, një brenda në pistën e avionave, ka ndodhur 2 vrasje, Murataj, se ju kujtohet në vitin 2019-2020 diçka tillë, dhe së fundit ngjarja që ka ndodhur, atentati që ndodhi në rreth rrotullimin Nën Tereza. Çka do të thotë që është vërtet vendi më i pasigurt dhe tashmë e kanë piketuar grupet kriminale si një vend ku mund të lajnë hesapet. Sepse ndërkohë personat që fluturojnë nga Tirana në drejtim të vendeve të ndryshme të botës mendojnë se aty janë të sigurt, ndërsa bota e krimit e ka konsideruar vendin më të pasigurt dhe vendin më të përshtatshëm për të larë hesapet.